Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa ashhadu an la ilaha illa Allah waliyyus salihin wa usalli wa usallimu ala an-nabiy al-mustafa al-amin al-mab'uth rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yawmiddin. Gjitha falënderimet të takojnë Allahut të madhëruar. Ai është i vetmi i denjë dhe meritor për të qenë i lavdëruar dhe i adhuruar. Salati dhe selami qofshin për të dërguarin dhe të zgjedhurin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen, shokët e tij dhe të gjithë ata të cilët pasojnë rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Allahun e falenderojmë që na dha mundësinë që të takojmë sonte sërish në këtë termin të rregullt. Vazhdojmë shoqërimin tonë në temën Kur'ani edukan. Javën e kaluar e kemi përmend një ajet edhe një koment të Abdullah ibn Mesudit radiallahu anh, i cili lidhur me ata ajet thotë prej se e kemi pranu Islamin nuk kanë kalu 4 vitet plota, e Allahu na ka çortu me fjalën alam ya'ni lil ladhina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah, a nuk ka ardhur koha që ata të cilët besuan zemrat e tyre të dridhen, edhe të përulen, edhe të friksohen, edhe të zbuten, e të reflektojnë kur përmendet Allahu. Në të vërtet, nderuar vëllezër, ajo që realisht neve si besimtar, e sidomos në këtë kohë që jetojmë, na vyn mas tepërmi, është me mujtë me e gjetë një zgjidhje, një formulë, një urlidhse në mes Kur'anit si teori edhe aftësisë për ta praktikuar, për ta përkthyer dhe zbërthyer atë në jetën tonë. Në gjithmonë edhe kur flasim për praktikën e sahabeve, shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e trajtojmë diçysh në mënyrë teorike. Pothuajse s'ka kërkosh prej neve që s'ka një, që sahabet kur e kanë mësu Kur'anin, i kanë mësu 10 ajete, pastaj kanë thonë, nuk kemi kaluar në 10 ajete tjera, pa i apliku që ato 10 ajete në jetën tonë. E kur e përmendim këto, padyshim që na doket interesante dhe e kuptojmë se Kur'ani megjithatë nuk e pas ka kërkesën edhe nuk e ka borxhin që ja kemi na Kur'anit thjesht vetëm me mësu, me e majtë në mend, ose me mësu me lexu, ose me ja ditë kuptimin, po të gjitha këto janë në shërbim të praktikës. E tani edhe çto kur po e thojmë, prap po e lojmë nivel teorisë, e diçysh po e vrejmë se jemi umet i Kur'anit, umet që mas pari Allahu është të drejtu me urdhrin lexo, e pastaj me besim, me ibadet e kështu me radhë, mirë po të gjitha këto sikur i kemi kuptu në një mënyrë të mangat. Sido që tjetë, na do të vazhdojmë me përmend shembuj nga Kur'ani famallë se çysh janë eduku njerëzit edhe çysh e kanë apliku Kur'anin respektivisht disa prej tyne, cila ka qenë mirësia e tyne, cili ka qenë niveli i mirësisë tyne, sa që Allahu i madhruar i ka përmendën në Kur'an. Nuk e kam fjalën të pejgamberët e Allahut se ata pa asnjë dyshim kanë qenë njerëzit model. Do thonë tonë jemi dëshmitar, ose e dim pa lohatshëm se pejgamberët kanë qenë njerëz model, njerëz shembull. Megjithatë ka përmend Allahu në Kur'an edhe njerëz tjerë që nuk janë kon pejgamber, edhe punët e tyne pastaj për neve janë shembull. Disa prej tyne Allahu nuk i ka përmend me emra, por i ka përshkruar me veprat, me cilësitë, me virtytet e tyne. Edhe fakti se ata nuk janë përmendur me emra, ndoshta do të duhej neve me rashtime menu se
emni i përveçëm nuk ka shumë i rëndësishëm kur është në pyetje praktika, kur është në pyetje vepra. Përshkrimi i asaj çka ka bë njeriu, çaj do të jetë burimi i frymëzimit. E përmend njëri prej autorëve bashkëkohor një sen interesant, ai jep një shembull hipotetik që ishte njerëzit me mendu, po e përmendë atë shembull që ka përmend ai. Thot, çka kishe bë me të ardhur një njeri i panjoftun me një letër në dorë. Edhe atë letrën me ta dhënë dhe me të thonë filanit ka bë selam, që e ki shok, që e ki për zemër, që e ki të afërt, që kishe bë kush e diçka për te, edhe ai më ka dërgu te ti me këtë letër. Edhe ti kur e merre çela atë letrën, aty shkruan vllai dashur, ky person që ka ardhur me këtë letër nuk ka as shtëpi, nuk ka as pronë, nuk ka as idare, nuk ka as buk, nuk ka as tesha. Edhe dush m'ja bë çara. Me e strehu, me e ushqy, me e vesh, me e math, me e majt, edhe atë për një kohë të pacaktume. Përpara 5-60 vjetëve, 70 vjetëve, në këto viset tona, o kon tradit ndo një kalimtar i rastit që e ka zonë nata, i abanxhi, edhe pse se kanë njoft, i kanë bo konak, e kanë strehu. Për arsye se njerëzit kanë udhëtu me mjete primitive të udhëtimit, ose pa mjete heq në kom, edhe është shumë normale që nata, kur e zen, mos me lon njerin me myt ftoftit, i kanë thonë hajde bojrëm, e kanë shtinë shpe, e kanë strehu, e kanë ushqy, madje e përmenin, thojnë nga njerë deri në sabah, as nuk e kanë vetë shiki emnin, as i ka e tje. Pse? Se është kulminacioni i bamirësis edhe i mikpritjes, me i ofru njerit atë që ka nevoj, pa e marrë shumë në pyetje. Sot, edhe i njofshëm me konë, ose pak i njofshëm me konë, me thonë, a ki breven se më kanë zonë nata e du me ardhë me bujtë të tjesante dhe nesër në mëngjes, diqysh sikur pritojmë me i strehu njerëzit, ose pritojmë me ju ndihmu, ose me kështu me radhë, edhe gjithmonë atë arsyetimin e kena, ku e dione kush o kjo, ose ku e dione që ka bo, ose prej kujt është të ardhë, ose ku e të shku, ose mos është të e njek dikosh, ose mos ka bona i krim, e tash po këqyr me u strehu të onë, me malon kopilin derë, e kështu me radhë. Gjithë na shkon menja për keq. Sigur, kur po themi nga njëherë, njeri do të me konë tolerant, edhe i durushëm, edhe i sjellshëm, çka na shkon menja mas pari? Po, ama ai tjetrit ta merr për të keq. Kur se menojmë ato më të mirën, gjithmonë e menojmë fatkeqësisht ato të keqen, mbase rrethonat janë boça asaj që njerëzit nuk po kanë as forcë të mjaftueshme me menu mirë. Nashta për një me është miftjaq, nashta për një me është nevojtar, është i shkret, ka nevoj me i një mu, edhe që kjo mundësi nuk të vjen ma, nuk të vjen ka dera. Kthehemi te tema jonë, thot, vjen ai burri me një letër në dorë dhe lyp strehtë te ti për kohë të pacaktume, ku ka me të shku menja, pak ka rëndësi, kjo është situatë hipotetike, ndoshta kur s'ka me ndodh. Por ajo që masane është interesante shumë, thot jenë konë do burra një kohë të caktume, që i kanë prit do musafir, që para asaj dite si kanë njoft kur, thjesht veç kanë dëgju për ta, mirë po kohë të gjatë jenë bo gati për ta, edhe kur kanë mrija ta musafir, ata jenë gëzu fort. Përveç që jenë gëzu, kanë tregu gatishmëri maksimale për me i strehu me gjithë kushtet e kufizume që i kanë pas, madje kanë qitë shartë kush kanë me e marë. A pe dini për çka është fjala? Fjala është kur kanë emigru muslimant e në mesin e tyne edhe vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prej Mekës në Medinë. Para se me shku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Medinë me bo hijret, në Medinë veç kanë fillu njerëzit me e pranu islame. 2 fise arabe, se ka pas edhe fise jo arabe që kanë jetu në Medinë atë botë,
po dy fise arabe, Eusi edhe Khazrexhi, që deri në atë kohë, deri para se me mri Islamit të ta jenë konë, kanë jetu një jetë jo të mirë, në mes tjera është në hasmëri ndërmjet vete. Për një pull, ose për një kinxh, ose për një deve janë vra, kënë ra mbele me ka 100 vjetë, 200 vjetë. Qëtat njëtit njerëz, kur ardhe Islamit, qëtë shumë i kanë drejtë, qëtë shumë i ka rregullu, sa që në momentin e fillimit të ardhjes muslimanëve, ata i kanë qelë dyrë të shtëpive, edhe i kanë prit me shumë zemërgjërsi këta si në konë fjeshtë musafir, se sot njeri kur shkon musafir dikon, e ka një farë përgaditje, e ka një farë standardi, po këta e në konë të zhvendosën, këta e në konë emigrant, këta e në konë pjesa dërmuse, e në konë të arratison. E njeri kur arratiset, kur ik prej shpiz vetë, a i smerë po thuj se kur gjo me veti. Dhe më thonë, veç me qatë të tesha trupit jenë konë, mirë po në momentin e ardhjes, ata kanë gjetë streh, edhe nuk e kam pas as edhe brengën më të vogël të mbijetesës. Pra, historia e përshkruan se kur kanë ardhur muhaxherët në Medinë, asnjëri prej tyre nuk ka menu çysh ka me të gjallë. Pse? Se Allahu ka përgadit kushte që ata mos me e pas këtë gajle. Po ajo që është shumë me rëndësi dhe që kjo është ajeti sonte që na vyn me menu rreth tij. Allahu i përshkruan në surën Hashr, në ajetin 9. Në surën Hashr janë 3 ajete, i 8, i 9 dhe i 10, flasin për 3 kategoritë njerëzve, për 3 kategori, për 3 llojet njerëzve, për shkrimi të trijat është pozitiv. Ajeti 8 flet për muhaxherët, ajeti 9 flet për ensart, sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam janë konë, ja muhaxher ja ensar. Të dyja palët janë konë me shumë vlerë. Edhe ajeti i 10 flet për fillimin e ka walladhina ja'u min ba'dihim, dhe ata që vinë mas tyne. Do të thonë krejt besimtarë çka vinë mas asaj kohe. E aty mundëm me bo hise, mundëm me gjetë hise edhe na. Po për këta ensart, për këta vendasit e Medinës, Allah i madhruar thot kështu: "Walladhina tabawwa'u ad-dara wal imana." Një përshkrim i thjesht, interesant shumë, thot dhe ata të cilët i përgaditën shtëpit dhe imanin. I përgaditën shtëpit, tabawwa'u ad-dar, kuptimin e ka kur njeri don me u vendos dikon. E ka një troll, e ka një tokë, e qenë një themel, e maron një shtëpi, e rregullon, e përgadit me atë që sa ka mundësi, mirë pa i ka të shkon, me punu, me gjallnu, me kështu me radhë, në mramjet e që e shtëpi ka me ardhë, edhe me e kalu natën. Po edhe mos me pas punë, gjatë ditës, a i në qatë shtëpi ka me najtë. Do thonë është një far pike zero e ti, që e përgadit. S'bën pa ta, e ka adresë, ku e ka filani shtëpinë, valla, çajo shtëpia e tretë është e filanit, në filan laxhen, si të hish, është kështu. Do më thonë, fjala adres ka kuptim interesant, dhe Allah i madhruar po flet për këta njerëz që kjo puna e shtëpisë edhe e vendbanimit, se dar i thojnë shtëpisë, një shtëpie, po i thojnë edhe një katuni, i thojnë edhe një qyteti, edhe madje simas gjitha gjasave përderisa flitet në shumës në këtë ajet, bëhet fjalë për komplet Medinën, që atë botë është quajtur Yathrib, po kjo pjesa tjetër e ajetit, që flet për imanin, pikërisht që kjo është ajo që është interesant të ky përshkrim. Dhe ata që e patën adresë vendbanimin e tyne, wal iman, edhe imanin, qysh mundet imani me u bë adresë. Do të thonë njeriu e fut imanin në zemër, na themi ka depërtu imanin në zemrën e filanit. Po s'munëm me thonë filani ka zonë vend në iman. S'ka kuptim. Megjithatë Kurani këta çështu po i përshkruan, edhe komentatorët e Kuranit kanë dhënë shpjegime interesante shumë lidhur me këtë
me këtë përshkrim kuranor, jo prej tyre që mu më kalon shumë mbresa, thot, atë shumë janë mishnu këta njerëz me imanin. Sa që është pak me thonë ka depërtu imanin në zemrat e tyre, po shprehja këta kanë depërtu në thellësinë e imanit, ndoshta është më e parafort në përshkrimin e tyre. Të tjerë që gjithashtu është komentim i qëndrueshëm, thot jo, këtu ata që i përgatitën shtëpit dhe ishin të sinqert në imanin e tyre, e kishin për një me imanin, që edhe kjo është absolutisht e sakt me thonë kështu, mirë po përshkrimi i këtyne njerëzve me iman është shumë i veçantë, ndërsa dhënia e detajeve mas kësaj pjese është hala më interesant, se Allahu thot yuhibbuna men hajara ilejhim, ata kanë dashni, kishin dashni për ata që ju erdhen. E që ka plot njerëz që janë bamirë sa na si shoqëni e kena provu çka është me u zhvendos. Edhe një pjesë e madhe e popullatës kanë kalu në Shqipni, një pjesë kanë kalu në trojet shqiptare në Macedoni, edhe gjithkund pothuajse janë prit mirë. Janë prit mirë, edhe aty ka pas shumë bamirësi, ka pas shumë altruizëm. Megjithatë, nuk him në gjëna, se kemi me synim të keq, po nuk mundu me thonë që si janë gëzua ata njerëz kur janë çu njerëzit tonë me ardhur në shtëpiat veta masi u çliru vani jo. Pse se o kon sakrificë me i prit ata njerëz. Edhe atë sakrificë veç Zoti po që plot mundet me e shpërbly. Na s'kena mujt me ja u kthy. Ata vllazërit tonë në Macedoni u sprovon me luftë 2 vjet mas neve. Ka pas pritje edhe këtu, mirë po ka pas edhe ngecje. Si do të tjetë, Allahu po thot yuhibbuna men hajara ilejhim. Me dashni i kanë prit ata njerëz. Jo veç me dashamirësi, po me dashni fort i kanë dasht. Edhe kur kanë ardhur muhaxhirët në Medinë, gjëja e parë, vendimi i parë që e ka ndërmarrë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është i ka vllaznu muhaxhirët me ansar. Janë bo vllazën, edhe kjo që janë bo vllazën është punë e madhe fort. Edhe s'munët njeri me i thonë dikujt vlla pa e dash shumë, përveç nëse është të e rajt. Nëse është të e rajt, thotë gjithë shka, ama nëse e ka për një me vlla me i thonë, s'qysh edhe vlla edhe sedan, s'ka mundësi. Yuhibbuna men hajara ilejhim, wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, edhe në krejt ato që kanë posedu këta njerëz. Gjithmonë po bëhet fjalë për ata venalit e Medinës, cilve ju erdhen muhaxhirët. Thot edhe në krejt që kanë posedu, sikur kanë përjetu që na s'kem nevoj për këto që kena. Une e kam shpinë, po s'kam nevoj për to, merë të koftë. Une e kam tokën, merë, e kam pasunin, merë, e kam dyqanin, merë. A realisht edhe ata kanë pas nevoj, se nuk jenë konë ensart të pasun, na mundu me imaginu, se ndoshta ensart jenë konë të pasun edhe se cili ka pas 2 shtëpia, ose e ka pas një shtëpi ku ka jetu vetë edhe e ka pas një shtëpi të musafirëve, i ka thonë hinti që aty edhe mos tani. Jo, su konë qështo. Kanë pas edhe ata kanë pas ngushtlak, edhe ata kanë pas fukarallak. Me që thotë në zemrën e tyne, e para i kanë dasht, kanë pas shumë dashni për ata që kanë ardhur ta, edhe e dyta, për këtë ato që kanë posedu vetë, jënë shpreh sikur na s'kem shumë nevojë, ose s'po na vjen mërzi që keni ardhur, edhe kjo është interesant. Masani, e din çka është tjetra interesante shumë, se ata muhaxhirët që janë ardhur në Medinë kur mos kanë livrit për aty. S'kan nejt një muaj, 2 e 3. Po kanë metë aty për gjithmonë. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa, dhe ata edhe pse vetë kanë pas nevojë, edhe kanë pas varfëni, megjithatë përparësi ju kanë dhënë tjerëve, ju kanë dhënë musafirëve, muhaxhirëve, edhe krahas nevojave vetanake që i kanë pas.
që ky ajet i përshkruan ensart, po që ky ajet sipas disa njerëzve të Kuranit edhe të historisë dhe rrethanave të zbritjes së tij, e ka dhe një shkas të zbritjes. Për dini, ajetet kanë zbrit që njerëzit me u udhëzu, po nga njerë disa ajete kanë ardhë si përgjigje e ndonjë ngjarje që është zhvillu aty, ose kanë ardhë si koment i ndonjë zhvillimi. Në transmetime lidhur me zbritjen e këtij ajeti çndron kështu. Thot ka ardhur një musafir te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe I ka thonë, ja Rasulullah, unë jo musafir të te, me mbo konak. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam afrohet në shtëpi edhe pyet, a kena në sen, për me gostit musafirin. Se musafirin nuk është veç me I thonë, hajde flajt qëto se mos të lagë shiu, po du të buk me dhonë. Edhe kanë thonë, vallahi, ja Rasulullah, në shtëpi veç uj kena, sen miki tokë që mundet me e lagë fytin s'ka. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka dalë te xhamati, edhin që kanë sahabët, e kanë pas afërsi, edhe e kanë pas pateklif, edhe ka thonë, kush po e merr me I bë konak musafirit të pejgamberit. Edhe njëri prej ensarëve ka thonë, unë ja Rasulullah, bjerë të unë, mos e maj ti këtë gajle ma. Edhe e ka marrë atë musafira edhe u shku të shtëpia. Kur u shku në shtëpi, I ka thonë grus, oj gru, e kena sonte në konak një musafir, ai nuk është musafiri jonë, ai është musafiri I pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe do të me I bë konak, e konaku nën kupton, me I dhanë edhe buk me hangër. A kena najsen? I ka thonë ajo gruaja, pasha Allah në ti njeri, veç do ushqim që e kum do për fmi, as për mu e ty s'ka. Do thonë, s'kemi ushqim. Veç pak ushqim, do më thonë që e kom lonë, para se me I qitë me fletë fëmive, me I thonë, me ushqy, mos të fletë të rithun, e po shumë mirë, thotë që e paske që ata ushqim, thotë ti fëmijët sonte ishtin me fletë pa hangër. Qysh ja banë puna jote ashtë, edhe e përgadit atë ushqim, mi ja servu musafirit, e kur e shtrojmë sofrën, thotë ti qoash kishe për rrit fitilin e lamës, e shky me lama. Masit ullëm sofrë, shky me lamën, kandilin, edhe muno kështë pëllez, po mos e dhez, lena në terë. E unë e ti bom kështë po ham, e musafiri le të hanë. Edhe kështu kanë vepru. I ka shtin fëmit në gjumë, qysh I ka shti ajo puna e saj, e ka shtru sofrën, e ka citë ushqimin, o që kështë pëndreqe fitilin e kandilet, e ka shkym, edhe ka nejtë që ashtu në terë të hangër, a I musafiri të hangër, këta të u bo kështë po ham, a I deri sa ngop, Zoti Allah është bereqet, Allah ja ushtoft, edhe që shtu ka kalua e natë, nesrit në sabajën që këta me shumë e falë sabahën, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pa e vetë, as musafirin qysh kalove, as atë zotin e shpis qysh kalove me musafirin, po I ka thonë, Allahu mram ka qesh nga knatësia me veprimin që I keni bo te edhe gruaja jote. Edhe thuat që në këtë rast ka zbrit që kjo ajeti për një përshkrim s'ka I shmërisht madhështor edhe të admirushëm për këtë lloj të njerëzve. Për ndryshe, se cila fjalë e këtij ajeti, pra ajetit 9 të surës Hashr, e ka një kuptim shumë interesant në aplikimin e aty në njerëzve, për arsye se kur kanë ardhur ata në Medinë, muhaxhirët, këta ensar të vendalit, një koqert ju kanë thonë, krejt çka kena, I kena përgjyst. O kanë një Sa'd ibn Rabi'a, kur ka ardhur, ati I ka rohise me pas musafir Abdurrahman ibn Auf. Abdurrahmani, radhiyallahu anhu, njëri prej 10 përgëzuarve me xhennet, edhe sikur se e thash më herët, ata kur janë ikë prej Mekës, janë ikë me dur në xhepa, edhe të pasunit prej tyne janë bon nevojtar. Edhe këti ka rohise, Abdurrahmani me kon vllau I tij edhe musafiri I tij, edhe ai ka thonë, qëre o vlla, unë I kam 2 shtëpia, zgjedhe cila po të pëlqen më shumë që ajo është e jotja,
tokën kena me e da për gjysë, madje thot ti ko ke edhe pa martuni, i kom 2 gra, këshire cila po të pëlqen, une po e divorcoj, le të pret i detin, masani ti marto. Do thonë një ofertë që mos na shkon menja me thonë, e kështu pak ja pas kanë zirë bishtin, po le ta marrim atë anën pozitive se çfarë bujarie ka treguar ai sahabi, po njëkohësisht edhe çfarë ngopsie ka treguar Abdurrahman ibn Aufi. Se i ka thonë, Allahu të dhash bereqet ty në shtëpi, e në tokë, e në familje. Ti mu asiguron një stret, dikon mos të më lagë shiu për një ditë, edhe të regom një ku e kini pazarin. Pazarin, ku dilni me bo pazar, kalzëm një ku është edhe tjetër sen mu së më vynë. Dhe Abdurrahmani për një kohë të shkurt ka fillu me gjallënu edhe ka fillu me u pasunu. Se Zoti kur ja shkruan dikuj me koni pasën, pavarësisht pse i ka met atje këtë pasunia, apet këtu bëhet i pasën. Ose e kemi shembullin e Ebu Bekrit, radiallahu anhu. Tonë e dini Ebu Bekri në momentet caktume e ka dhonë këtë pasunin. Madje si mas gjitha gjasave, jo veç njëherë, ma tepër se njëherë. Amo gjithmonë Ebu Bekri u kon i pasën. Kur njëtë su kon fukara, pse se Zotja ka caktu me kon i pasën. Keni ndëgju ndoshta është një burr në Arabinë Saudite, një biznismen me pasuni enorme. Para pak viteve që tash vonë, si ka nështë 10 vjetë, ose ma pak, krejt pasunin që ka pas 10 miliarda, jo miliona, 10 miliarda, ka thonë vakov për hirë të Allahot. Po du me hjek dorë për i pasunis, për veti i kanal pak pare sa me jetu, mirë po, o mësu njeri me umar me tregtime që ato pak si i kanal, apet u bo miliarder, për një kohë të shkurt. Se kjo punë është çështja e Zotit se cilet. Po nuk jenë konë, ata që jenë ardhë, muhaxhirët nuk jenë konë të gjithë si Abdurrahman ibn Aufi. Ka pas për tyne edhe që, edhe në Mekë jenë konë fukara. Ka pas për tyne që edhe tregtia dhe biznese e ka një farë shkathësie që këtyne ju ka mungu. Edhe ka ardhë puna, kanë thonë ata ensart, ata vendasit me di, kanë thonë, ja Rasulullah, na kena toka, jemi ma shumë dhonën ka bujqësia, po menoj mjellje të hurmave të ngjashme, thotë po i ndajmë tokat për gjystë. Se cili ati vllad vetë që e ka tash, gjysën, një paqa 20 ari, 10 jenë tuat, 10 mijat, por muhaxhirët jenë konë të ngitë në shpirt, ani pse një pjesë e tyne fukara, kanë thonë, jo, na s'dojmë juve mi u marë pronat, ato jenë pronat e juja, atëherë këta kanë insistu, edhe kanë gjetë zgjidhje, kanë thonë, atëherë ja Rasulullah, tokat pralet mesin tonat, në pronësi jenë tonat, po do t'i punojmë bashk, edhe do të ndajmë krejt ato që ka qëtë toka, do të ndajmë bashk, sikur se me i pas edhe tokat e ndame, muhaxhirët qështu kanë pranu se kanë pas nevoj për me mbjetu. E këta i kanë thonë qëre, ju mësunini keq, ju thjesht po në animani, në pjaushojmë ju e hajrin, edhe ju shihjani hajrin punës t'juj. Ka ardhë ma vonë një situatë në një prej luftave kanë marrë një prej fitore që i kanë korë, mes tjerash, muslimanët kanë marrë edhe shumë prej të luftës, që marrin prej armikut, edhe tash pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po ju thotë apet ensarve edhe muhaxhirëve. Po ju thotë ensarve kështu. Nëse doni, po ju them këtyne muhaxhirëve, le t'ja u lirojnë pronat, e krejt që ka tash kjo pasunia kënej, juve s'po ju jap kur gjo, mos t'ju jetë hatri, po ju jap këtyne le të fillojnë jetën në aspektin ekonomik edhe njëherë prej zeros. Ata kanë thonë, jo, ja Rasulullah, le të rrinë me neve, e kur vjen puna me da ato prej në luftës, firna edhe neve. Edhe rregull, ju ka thonë muhaxhirëve, rreni si në shtëpiat e juja, se këta s'podojnë mjëllë shumë me dalë. Kur ka orë puna me da pasunin, i ka thirë tash edhe ensartë, me thonë, hajde se për gjysë doni me da, kanë thonë, jo, ja Rasulullah, neve sens për na vim prej asaj, le të marrin krejt këta.
Pra, po flasim për një situatë ku disa prej këtyne që kanë heqë dorë, nuk është edhe ata që s'kan pas nevojë. Jenë konë miftjaç edhe ata, mirë po, që ka thellë ka depërtu imanin jetën e tyne, sa që e para dunjaja s'ju ka bo shumë për shtypje, edhe e dyta kreta ajo që ka është dasht me bo për hir të Allahut, aty masanimon nuk kanë këshyr as për nevojat veta, as për gjendjet vetën ekonomike, as për varfni, as për kështu me radhë. Për atë arsye, ky ajeti i 9 për cilin po flasim, e ka një fjali me cilën përmbyllet, e Allah i madhruar thot, وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. E ai që është i mbrojtën prej lakmisë dhe kooperacisë së nefsit të vetë, që ta kanë arritë sukses. E tash fjala shoh e përmendën këtë ajet, është fjalë me kuptim shumë të rrezikshëm. Se përmendet edhe bukhl, që i thojnë kooperacisë, tamaçarllakut, po tamaçarllaku është gjë e keqe, po kjo shoh është hala më e keqe. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sikur se e dim, prej seneve që ka lyp prej Allahut që më mbrojt prej tyne ka qenë wa'udhu bika minal jubni wal bukhl. O Zot, kërkoj prej teje të më mbrosh nga çuçanllëku, mos më u bë tuc, edhe mos më u bë koprac. Po këtu kur ka thonë kush mbrohet prej kooperacisë së shpirtit të vet, ai ja ka dalë dhe ka pas sukses, kanë filluar njerëzit me u shqetësu, kanë thonë ja Rasulullah, po tonëve neve na dhimbët malli. Tonëve na dhimbët malli, domethënë i ki do pare, je bamirës, je i gatë që minimu dikuj, megjithatë nuk është edhe që s'dhëliman, edhe kur dhëlimat edhe e jep, e ki shpërblimin më të madh. Lën tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, nuk arrini devotshmërinë dhe mirësinë derisa të mos jepni prej asaj që u dhimbse. Që ato që e doni ma shumë, që ato kur të jepni, dije që aty ke godit në mëdhetshe, nuk është qëllimi me dhone me u varfnu, se kur ka ardhur njëri te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë ja Rasulullah, po du këtë pasunin me dhon për hir të Allahut, ka thonë mos e le këtë pasunin, jepeni një pjesë, po gjysën, edhe gjysa është shumë. Po një tretën, ka thonë el hishmillah, një tretën, po edhe një treta, ndoshta edhe më pak më mirë ka. Pse se i ka thonë më mirë është ti me i lën pasardhësit tu të pasun, se me i lën të varfër ata me pas nevojë me jashtri dorën dikujt. Pra s'është synimi me shti njerëzit jepni pa mas, pa karar, edhe varfnonu edhe leni pastaj pasardhësit e juja dhe familjet e juja të varfën, edhe pse s'ndodh kjo, s'ndodh për shkak se jeni këtë çka t'jep, e jep për hir të Allahut, e Allahu thot men dha alladhi yuqridu Allaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adha'afan kathira. Kush është ai i cili Allahut i jep një hua të mirë, një borx të mirë, e që Allahu mja kthy atij pastaj me shumë fishin asaj që e ka dhënë. Pra Allahu kërkuj si ka me të borx, as kërkuj as si mbetet borx. Megjithatë, ne jemi njerëz, edhe Allah i madhruar prej neve i lyp ato që i lyp, gjithnjë duke i pas parasysh edhe ato ndjenjat tona njerëzore. E tash njerëzit janë shqetësuar dhe kanë thonë, neve na dhimbset pasunia, njëri prej tabinëve e ka dhënë një përgjigje interesant, ka thonë nuk është qëllimi ato që i ke fitu me njerëzit, dhimbset e ki qef me eru e kështu me radhë, obligimet i kryen, për shkak e jep zeqatin, zeqati nuk do të më dhimbë të kërkujna, për arsye se përqindja është skajshmërisht e vogël. Ajo që Allahu na e ka bë obligim, borxh, farz me dhon, ajo është skajshmërisht e vogël, që ato mos me dhon, ai që ka mundësi për një me koritët. Po Allahu s'ka lyp pej neve as me dhon 25% çerekun e pasunisë, as 33% një tretën, as gjysën, as krejt, që ka dhon Ebu Bekri. Ata e kanë bërë në mënyrë vullnetare. Po ajo që Allahu e ka lyp është nëse i ki 40.000 euro, kimi dhon 1.000 euro, shajs talem. Edhe me bomës me dhon për një me koritët njeri. Po kryesorja, ka thonë ai Said ibn Xhuberi, ka thonë nuk është kjo kooperacia të cilën Allahu po e përçmon në këtë ajet, edhe po thotë runu prej saj nëse doni me shpëtu, nuk është synimi vetëm me e dashur pasunin, edhe me e lakmu, por ai i cili për shkak të lakmisë
le që se jep, do thënë le që se jep zekatin, po munohet në forma të ndryshme edhe me përvetësu pasuninë e tjetrit. E ka thonë, prej qësaj njeriu do të me uru, për këtë arsye kanë thonë, e shoh që përmendet në këtë ajet, ai që ruhet prej shohet, prej qësaj lakmis të teprume, thotë që lakmia e teprume është dëshira e njeriut me pas sa ma shumë, edhe me fitu sa ma shumë, dëshirë e cila e shtin edhe me ju hin hak tjerve. Filonin me mashtru, ati tjetërit me ja tjetërsu, pronën e dikuj tjetër me përvetësu, ati tjetërit me ja vjedh, e kështu me radhë, mos me këshyr apo fiton me halal apo me haram, e ai cili nuk ruhet prej kësaj lakmie. Pra lakmia është njerëzore, po ai që nuk e menaxhon lakmin, ai nuk mundet me shpëtu. Ndërsa njerëzit tonë që kanë thonë, e kanë thonë ai i cili nuk e përmban kojtën, ai korritet. Kojta e korrit burre. S'ka matematikë më të thjeshtë se kjo. Ndërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në mënyrën më të mirë e përshkruan një gjatë tillë, thotë ittaqu dhulma fa inna dhulma zulumatun yawm al-qiyamah. Thotë ruajuni prej zullumit, se zullumi është errësirë në ditën e gjykimit. E në ditën e gjykimit, me thonë, dikush e ka terr, është shumë problematike se s'din ka me shku, e mos me dit ka me shku, përfundon keq. Në ditën e gjykimit, ekziston veç një shteg, veç një rrugë, e cila çon atje ku duhet. Ka t'ja man njëri tjetër ka me përfundon në xhehenem, Allahu na ruaj. Për këtë arsye, errësira e ditës së gjykimit është shumë e keqe. Dhe për këtë arsye, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur e edukon besimtarët, ju thotë ruajeni prej zullumit, se zullumi e bën terr në ditën e gjykimit. Çka është zullumi? Zullumi është me I hyn hak tjetrit, me përvetësu pronën e tjetrit, ose me në përkom nderin e tjetrit, ose me e dhunu jetën ose shëndetin e tjetrit. Ose vetvetes, nganjëherë njeri I bën zullum vetvetes duke mos I kryer obligimet që I ka ndaj Allahut fuqiplot, po kryesorja pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në mënyrë shumë të qartë për të rrejë vërejtjen prej kësaj. Ittaqu dhulma fa inna dhulma zulumatun yawm al-qiyamah. Ruajuni prej zullumit, se zullumi është errësirë në ditën e gjykimit. Pastaj vazhdon hadithi wattaqu shuhha. Dhe ruajuni prej kësaj lakmis të teprume, prej kësaj lakmis të egër. Fa inna shuhha ahlaka man kana qablakum, se që kjo lakmi është bë sebeb që disa njerëz që janë konë para juve me u bë helaç, me u shkatërru. Hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Për shkak të kësaj lakmie kanë derdh gjak edhe I kanë përvetësu pronat e tjetrit. Do të thënë që kjo lakmie të teprume I ka shti njerëzit me derdh gjak. Edhe sot gjakderdhjet e ndryshme që ndodhin, pjesa më e madhe e tyne është e bazuar mbi sto dëshirat, mbi sto lakmit, e mbi sto pangopshmëritë e njerëzve. Dunjaja gjithmonë ka pas mjaft për me hongër edhe me ungit të tonë, edhe me jetu të tonë, ka vend, edhe me u veshë, me u mafe, me jetu mirë. Njerëzit sigur të shinkon që shdohet, do të thënë tonë këshin mujtë me jetu në pace, në rahati, mirë po për shkak të pangopshmërisë së disave, bëhen krejt çdo trazira në për dunja. Ato masanej kamuflohen me senet ndryshme, kamuflohen me kamuflimet ndryshme, mirë po esenca është që kjo, se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka paralajmëruar. Ka thënë dhe ruajuni prej lakmisë së egër, nga se ajo I ka prish njerëzit, I ka shti me derdh gjak edhe me I tjetërsu pronat e njerëzve. Për ndryshe, kjo të besimtari në asnjë mënyrë nuk do të me qenë prezente, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la yajtami'u ash-shuhhu wal-imanu fi jawfi 'abd. Nuk ka mundësi, s'ka mundësi imani edhe lakmia e egër me u gjind në të njëjtin zemër. Në të njëjtën zemër, s'ka vend. Imani nuk e lën çat lakmi, çaj lakmi nuk e lën imanin. Për këtë arsye, fillimi I bisedës tonë, cila ke? Fillimi I bisedës tonë ke për ajetin e 9 të surës Hashr, ku Allah I madhruar I përshkruan këta njerëz, të cilat shtëpiat e tyre I përgatitën
po imanin e kishin në komoditet. Ata ishin fut në iman me komoditet plot, edhe pastaj krejt ato muhabete që i dëgjojmë, i lexojmë, e ka njerë mundën me na u duk fantastike, që shka mundësi njeri me i thonë dikujt, po të jep shpinë, po të jep gjysën e pasunisë. Megjithatë, kur depërton imanin zemër, edhe këto janë të mundshme. Allah i madhruar na e mundsoft me u frymëzu me çdo gjanat nderu vllazër. Nuk kemi të folë thjesht për me e kënaq kurreshtjen, edhe me i kënaq vesht edhe zemrën, me thonë elhamdulillah që çfarë feje interesante kemi. Na s'do të me thonë kështu. Na do të me kallëzu në praktikë çfarë feje interesante dhe të mrekullueshme kemi. Nuk është lehtë. Edhe aty në sahabeve s'ju ka ardhur lehtë me i bë ato sakrifica, megjithatë e kanë pas të qartë se çka të bëjnë sot, nesër kanë me i gjetë frytet edhe rezultatet, nëse është e mirë, ose kanë me i gjetë pasojat, Allah na ruaj nëse nuk u kanë e qëllume. Allah ju shpërbleft për vëmendjen, e inshallah javën që vjen, vazhdojmë me një tim tjetër, me një ajet tjetër, me një rrafim tjetër të ajetit, gjithë një përpjekje për me e gjetë mënyrën më të mirë qysh, edhe na me mujtë me i apliku këto mësime të Allahut, fuqiplot në jetën edhe për ditëshmërinë tonë. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.